motivuar nga ideja se Shqipëria ka të ardhme pas 21 vitesh punë, shitën 2 restorantet e tyre në Gjermani dhe blen një strukturë shërbimi i buzë shëtitores në Sarandë. Kjo ndodhi në vitin 2012 me vëllezrit Vladimir e Kastriot Musei, që tashmë janë avangardët e turizmit në qytetin, që kanë vënë vete në hierarkinë e turizmit shqiptar. Restoranti i tyre identifikohet si stacioni i gjermanëve, por në sallat e tij fliten të gjitha gjuhët dhe ofrohet menu mesdhetare, shtuar identitetin shqiptar, që thot se ka emrin mikpritje dhe kualitet në dizajn e shpejtësi shërbimi. Po, ne kemi pas një eksperiencë për 21 vitesh, tani janë 30 vjet. Kemi dhe këtu në vitin 2012 në shitën 2 restorantet tona në Gjermani. U kthyem se pam që Shqipëria do ketë një të ardhme dhe ndërtuam të biznes hap pas hapi, me shumë mund, sakrifica, po nuk e patëm shumë të vështirë fal eksperiencës tonë. Ne jemi të dy të diplomuar nga dhoma e tregtisë gjermane. Unë jam i diplomuar në 2 fusha, si kuzhinjer dhe si restorant fachman, do të thënë specialist restoranti. Vllai im është i specializuar dhe i shkolluar në fushën e kuzhinjerisë, do të thënë është kuzhinjer me diplom nga dhoma e tregtisë gjermane për mësimdhënie. Është e thjesht faktikisht, ne kuzhinën e kemi të përshtatur në kuzhinë shqiptare mediterane. Kuptohet që ne njohim klientin gjerman, po edhe klient nga e gjithë bota. Klienti kërkon mikpritjen shqiptare, kjo na dallon, nuk ka as edhe një gjë tjetër. Ne mikpritja shqiptare kualitet, kualitet në servis, kualitet në shërbim, kualitet në çdo aspekt të kësaj fushë, kualitet në dizajn, në atë që ne e prezantojmë. Kualitet në çdo gjë, baras me shpejtësi, duhet jemi të shpejt, koncis, do të thënë duhet jemi profesionist në mënyrë profesionale. Biznesi filloi nga familja, ku formatimi sipas punës nuk ishte një gjë e lehtë, ndërsa sot, si pikë forte saj që i dallon, Vladimir thotë se është afrimi i profesionistëve të turizmit nga Gjermania. Një trajneri nga Anglia, përveç 4-5 brezave kamarierësh shqiptar të përgatitur prej tij ndërbrezash, që sot kanë gjetur veten edhe në sektor të tjerë. Lokalin tonë dallon që ne kemi njerëz profesionistë që i sjellim qysh nga Gjermania, kemi njerëz profesionistë, unë si vjet për shembull kam vënë një trajner në Anglia, sepse jam lodhur, kam pasur rreth 4-5 breza që kanë kaluar nga unë. Këta 4-5 breza sot janë bërë menaxher, janë bërë edhe doktora dhe inxhiniera. Ai tregon se kanë ndjekur një rrugë të vetën duke i drejtuar tregut të huaj për plotësimin e nevojës për staf të mësuar dhe të shtruar në punë. Ndryshe nga sa ka parë të ndodh me jo pak shqiptar që vraprojnë të ndryshojnë lokalin pa dhënë maksimumin. Ndërkaq, ai ka një apel edhe për pronarët e strukturave të ngjashme që t'i trajtojnë stafet për aftësinë që kanë si kusht për qëndrueshmërinë në biznes. Është e madhe, po si vjet mos harrojmë, vetëm firma që ka marrë unë ka pru 3500 vetë, unë si vjetë jam lidhur me një firmë, që nuk është e thënë që ti zem emrin, por jam lidhur dhe kam parë që janë njerëz shumë të sjellshëm, më kanë dëgjuar me vëmendje, çfarë unë kërkoj, dhe më kanë sjellë rreth 200-300 mundësira të ndryshme, dhe unë kam përzgjedhur. Kohën nuk e kam pasur, po ata kanë pasur një video me firmën, firma ka angazhuar shumë kohë për ne, dhe unë i kam përzgjedhur dhe kam marrë 5 persona që kanë eksperienca si në Katar, në Arabinë Saudite. Jemi duke folur për staf nga jashtë. Po. Aty do veri, sepse nuk ka mundësi tjetër. Disa njerëz, për shembull në Shqipëri, që janë shumë pak, që janë specialist mund të ta themi, po ka edhe shumë të mirë. Po këta që janë specialist ka një problem në vetvete, duke lëviz herë, jo të gjithë, po një pjesë e tyre. Lëvizim shembull nga Tirana për në jug. Mirë, po ç'a bëjnë? Brenda sezonit lëvizin 2-3 herë, po të njëjtit person. Kjo sjell çrregullim në staf, një e para, dhe e dyta nuk sjell stabilitet, sepse ata sa njohin punën zënë ikin, dhe nuk t'i jep garanci ty si biznesmen që ti jesh i mbushur dhe ti jesh që të thuash që këta njerëz vijnë me gjithmend për punë. Atëherë çfarë bëjnë? Këta njerëz kanë për ta humbur këtë punë dhe do ta marrin të huaj. Prandaj unë i them të gjithë punëtorëve që punojnë në fushën e turizmit të angazhohen, të marrin maksimumin e tyre nga pronarët e vet, dhe unë
e them të hapur, pronar duhet t'i pagojnë mirë, se vetëm a shumë mundet t'i mbajmë stafin këtu, por të mbajnë njerëzit që janë më stabil. Vladimiri nuk heziton të flasë edhe në detaje për nivelin e diferencuar të pagesave për stafin shqiptar dhe të huaj, duke ekspozuar faktin që duhet të fut në mendime çdo shqiptar, pasi çdo i huaj paguan 2.000 euro për të punësuar në Shqipëri, që maksimalisht u jepet 650 deri në 700 euro pag në muaj. Kur erdha dhe mësova që firma e tyre u kishte marrë 2.000 euro, ndërkohë që unë kam paguar lek për ata. E kuptoni tani që një person që merr 700.000 lek bruto, jo neto, dhe këto jep arrin që t'i pagoj firmës atje 2.000 euro. Vetëm e vetëm të vinë në punë këtu. Shumë nga këta që kanë ardhur do kalojnë shefat tuaj nesër. Përvoja gjermane e vëllezërve Musej e sjell në klimën dhe mjedisin shqiptar me pretendimin për të ruajtur të njëjtën standard siç e ka turisti i huaj në vendin nga vjen, në Sarandë. Është një mesazh dhe apeli i qartë për çdo vendas që refuzon mundësinë për të punësuar dhe për të aftësuar në vendin e tij tek dera e shtëpisë. Përndryshe, vendin e lëmbosh prej tyre në tregun e turizmit sot do ta zënë të huaj, të cilët do të ndodhë të jenë shefat e tyre nesër.